Zonja kryetare, tani një përgjigje për Taulan Ballën që jam mbathi nuk është tu. Se kam po prap përgjigjen do jap. Taulan Balla erdhi këtu me një dokument fake, totalisht fake, dhe tha vendim gjykate, jemi dënuar, partia Mundësia është dënuar me vendim gjykate. Tani do ju tregoj tani po ju tregoj për çfarë bëhet fjalë. Ky është vendimi. Në datën në fillim të gushtit, fund korrikut, pasi ishin bërë zgjedhjet në Shqipëri, vin një inspektor i komisionerit të drejtave të informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale, që me që rafjala, që t'i sjarojmë qytetarët që na ndjekin, është thjesht një ish kolegu juaj që ishte ulur këtu para disa vitesh në radhë e Partisë Socialiste dhe tani e kanë akomoduar, i kanë dhënë një institucion të pavarur, Gjoja, apo jo ministret, pavarur. I pavarur, po një ish kolegu juaj. Tani, ky zotëria vjen e thot, ka patur një ankesë, thot, të një qytetare nderuar, ka bërë një ankesë, ka tha që partia Mundësia më ka dërguar një email. U ankua sepse ne si parti Mundësia i kishim dërguar një email, ndërkohë me pritje të Taulantit, por s'po vjen, i kishim dërguar një email duke ftuar të votonte për ndryshimin, të votonte për partinë Mundësia. Është aktivitet elektoral. Dakord? Tani pikërisht, po ne këto mjete kishim në fakt. Tani, ajo që bën përshtypje në fakt dhe duhet të shqetësoj qytetarët shqiptar, është që ndërkohë që ky institucion i Gjoja i pavarur nga një deputet, i drejtuar nga një deputet i Partisë Socialiste, për të cilën Taulan Balla vjen këtu edhe tund si flamur, kur Edi Rama i doli për zot listës së patronazhistëve me miliona të dhëna mbi qytetarët shqiptar, me çdo lloj të dhëne, ky institucion i pavarur nuk kishte asnjë problem. Nuk i shkoi Partisë Socialiste, por u mor me opozitën, me një parti të re opozitare. Nëse kjo ishte sa për sqarim, se nuk do merrem me këtë. Në fakt do merrem me këtë tjetrën. Kurse kjo këtu, ky është një përgjim i Spakut, ku Ermal Beqiri i shpjegon Ergjys Agazit se sa të rëndësishme janë informacionet që ata kanë marrë tek Akshi, informacionet e qytetarëve shqiptar. Dhe nga që Ermal Beqiri merr vesh nga informacioni, dhe i thot, informacioni është gjë shumë e madhe se numrat, se parat që ne kemi marrë. Informacioni, i thot, edhe Ergjys Agazi i thot, i thot, se habitet nga kjo gjë. Tani, këta dy individët janë kapur nga Spaku bashkë me drejtoreshën e Akshit që vazhdon të jetë në detyrë, janë kapur duke vjedhur paratë e qytetarëve shqiptar, duke vjedhur të dhënat e qytetarëve shqiptar. Ju rini këtu e talleni, por ju nuk e keni iden se sa dëm i madh është ajo që ka ndodhur në Aksh. Ju nuk e keni iden se sa do thot të kesh në databazë, të kesh të dhënat e çdo qytetari shqiptar, nga se vuan, cilat ilaçe merr, çfarë vizitash ka bër, çfarë analizash ka bërë. Çdo qytetar shqiptar, të dhënat shëndetësore që të kanë bëjnë me shëndetin ton, janë në duart e një bande kriminale. Kjo duhet të na shqetësoj. Janë në duart e një bande kriminale, të bandës tuaj në fakt, të bandës të lidhur me pushtetin tuaj. Kjo duhet na shqetësoj, dhe kjo duhet të shqetësoj në fakt, dhe jo të vini këtu dhe të talleni. Jeni bërë para disa vitesh kur unë kam hyrë në politikë në 2017-ën, Partia Socialiste kujdesej, pavarësisht se kishte dalë boja, kujdesej të paktën formalisht që mos të dilte në krah të korrupsionit, në krah të korruptuarve. Tani, pas 7-8 vitesh sa jemi,
Juve u ka dalë edhe boja, nuk u bën më përshtypje. Jeni këtu në mbrojtje të Belinda Ballukut, ndërkohë që Spaku e do të arrestuar, ndërkohë që Spaku ka kërkuar pezullimin e saj nga detyra. Jeni këtu duke mbrojtur të korruptuarit. Ju ka dalë boja, nuk keni më turp dhe vini dhe talleni. Ndërkohë, qytetarët shqiptar, të cilëve ju ja keni bërë jetën të pamundur në Shqipëri, kanë patur vetëm një mundësi, të largohen nga Shqipëria. Kjo është, vazhdoni dhe talluni, por ta dini që u ka ardhur fundi, u ka ardhur nga drejtësia, ashtu si qeshni ju këtu, qeshte Gjaçka, por nuk e shoh më të qeshi Gjaçka këtu. Kështu si qeshni ju, qeshte Erion Veliaj, por nuk është më këtu të qeshje të tallet me çfarë themi ne kur flasim për hallet dhe për shqetësimet e qytetarëve. Ashtu qeshte dhe Belinda Balluku, por i ka ikur buzëqeshja e Belinda Ballukut. E keni parë, ju që jeni thjesht vegla të Belinda Ballukut, ish drejtor të Belinda Ballukut që vjeni këtu dhe e mbroni, nuk nderoni veten me këtë sjellje, duke mbrojtur të korruptuarit. Faleminderit. Zoti Shejaj, por nuk patët një fjalë të vetme falënderimi për bashkëpunimin me Italinë. Meqense keni jetuar dhe shumë vite vetë andej dhe keni një eksperiencë shumë të madhe me Italinë. Fjalën e ka zonja Sara Mila. Fjalën e ka zoti Balla për replik. Hajde gone tash unë po. Falë zonja Mila vetëm për replik, se tani këte keni bërë... Jo, nuk e kemi bërë... tuaj private, zonja kryetare. Para ju jeni kryetare, por nuk keni aty vërejtë urejtje se çfarë të munde për çfarë flasë. E dyta, është skandal. Është skandal. Shtoj drejt, për shashë dhe ti që po kotë, ty sigur dhem shpirti ty, ti që ke bërë ti mos fol. Për replik, ja jep një fjalën për replik, ta unë... Po, a ma përmënd e emër, mo. Po si që me nduri, mo? Ajo zonja atje, nuk është shumë me që rejke mua, për të rikuar punimet. Zonja kryetare. Jo, po, asës. Kryetarja se a... Zhvishën i thot. Nuk e një puni me çfarë të mund. Se s'folët për këtë. Një sekundë, se nuk mos ma matë kohën, se... E mbarove video. Zoti Shej, e mbaruat videon. Zoti Balla, keni fjalën për replik. Ku është ky kameramani Gonit? Ama, kape këtë. Ku e ke atë kameramanin tani, e bëre një video. Se pash edhe njërës që po i dhimte shpirti për ty Gone, edhe e di se sa mirë sill ajo kur drejton dhe ajo dikur kuvendin, edhe them drejtën u preka dhe unë shumë nga. Tani më përmend emrin atje dhe më the unë Agron nuk flas kur pa letra përpara, nuk dal atje pa asnjë letër përpara. Gjithmonë mbaj një letër përpara. Kam një vendim këtu Goni, kam një vendim që je dënuar me gjobë 10.000 euro për vjedhje të dhënash personale. I ke shkruar njerëzve dhe nuk të kam akuzuar vetëm unë, të ka akuzuar edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, që i ke vjedhur të dhënat e antarëve të Partisë Demokratike. E ka thënë ti që të erdhi keq Flamur Noka këtë apo jo? E ka thënë, i ke vjedhur të dhënat, na jep të dhënat e partisë. Kaq të thashun, vendimin ja ku e ke, kur të duash, sa herë të duash, hajde fol. Ajo që tha kryetarja e kuvendit ishte me shumë vend dhe ti duhet i thoje më fal, edhe faleminderit. Unë nuk i di të tjerët, po ti je i vetmi qytetar në këtë sallë që ke dy pasaporta, edhe pasaport italiane, edhe pasaport shqiptare. Dhe më mirë se kush do tjetër, ti duhet ish ai që të vihet flisje këtu dhe thoje, ja pra një marrëveshje shumë e mirë që flet edhe për diasporën shqiptaro-italiane që jeton në Itali, edhe për diasporën italiano-shqiptare që jeton në Shqipëri. Kjo është e vërteta. Faleminderit. Zonja Mila, keni fjalën, lutem.
Të dashur qytetar, e vërteta është që edhe në cilësinë e antares së Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme, nuk e kërkova sot fjalën as pak më kot për të thënë timen lidhje me këtë marrëveshje me qeverinë italiane. E kërkova sepse kemi përpara një bashkëpunim të institucionalizuar dhe strategjik që e prek drejt për drejt shumë fusha themelore të jetës, por edhe tonën si shtet e më pas si shoqëri, për cilat jam e bindur se qytetarët tashmë janë sqaruar mjaftueshëm nga kolegët e mi nga majoranca, jo nga disa portale dashakeqe që sot kanë mbetur në fakt e vetmja frymë opozitare në vend dhe as nga rrëfenjat që përpiqen t'u ashesin disa këtu brenda. Ndërkohë që e din shumë mirë se as vet nuk ju besojnë atyre që thonë se jo. Por ju kuptoj, duhet folur për procedurë, për të mbushur kohën e foltores, ndërkohë që arsyeja pse po them timen sot nuk lidhet në fakt vetëm me këtë marrëveshje. Lidhet me një serim shumë thjesht, të drejt për drejt dhe pa e kujvoke që dua t'i bëj qytetarëve për rolin e ri dhe të padiskutueshëm që Shqipëria ka marrë sot në arenën ndërkombëtare. Si pasojë një politike të jashtme që për herë të parë pas shumë vitesh nuk improvizon, nuk fshihet dhe nuk justifikohet, por vepron, pozicionohet dhe respektohet. Le të ndalim një çast dhe t'i bëjmë vetes disa pyetje të sinqerta. Kur do ishte menduar disa vite më parë që Bashkimi Evropian t'ishte kaq pranë Shqipërisë? Kush do e kishte menduar disa vite më parë që qeveria italiane do të kishte këtë nivel besueshmërie për të ndërtuar me ne një marrëveshje strategjike që prek shëndetësinë, energjinë, mjedisin, sigurinë, arsimin, inovacionin, diasporën dhe drejt për drejt zhvillimin ekonomik? Kush do ta kishte menduar më parë se kryeministri i Shqipërisë do të kishte një vend në bordin e paqes me ftesë direkte nga Donald Trump? Dhe kush do ta kishte menduar më parë se kryeministri ynë do të mbante një fjalim historik në parlamentin e Izraelit dhe që shteti shqiptar do të kishte një rol aktiv në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në botë. E megjithatë, kjo është Shqipëria sot. Një Shqipëri që nuk është më thjesht e pranishme në tryezat ndërkombëtare, por një Shqipëri që merret seriozisht, që shihet me respekt dhe besim edhe nga vendet të mëdha, edhe nga ato të zhvilluara dhe të afirmuara, disa prej cilave në fakt sot nuk e kanë peshën dhe statusin që Shqipëria ka fituar me punë, me shumë këmbgulje dhe qëndrueshmëri. Kur Edi Rama flet sot për paqen, për sigurinë, për përgjegjësinë globale, ai nuk flet thjesht si kryeministër i Shqipërisë. Flet në emër të një shteti që ka ndërtuar besim ndërkombëtar dhe të një populli që ka fituar më në fund respekt. Dhe pikërisht në këtë panoramë duhet parë edhe kjo marrëveshje me qeverinë italiane që ratifikojmë sot. Jo thjesht si një akt teknik, jo si një dokument i shkëputur, por si pjesë e një politike të jashtme që u shërben drejt për drejt qytetarëve, sepse një Shqipëri e respektuar është një Shqipëri më e fortë pa diskutim brenda. Një Shqipëri që ka partner strategjik, është një Shqipëri që ka më shumë siguri, më shumë mundësi zhvillimi, më shumë hapësira për të rinjt dhe më shumë dinjitet për çdo qytetar. Ndaj sot, për te i zhurmës dhe ndoshta për te i frikës që disa përpiqen të mbjellin, dua t'ja them qytetarëve këtë. Shqipëria sot nuk është më një vend që i trembet botës. Shqipëria sot është një vend që qëndron me këmbët e veta, i sigurt, i qartë dhe dinjitoz përballë saj. Për të rinjt që duan të jetojnë këtu, për familjet që kërkojnë stabilitet, për diasporën që kërkon arsye për të besuar sërisht në shtëpinë e vet. Kjo marrëveshje është dëshmi e një Shqipërie që ka filluar të eci me kokën lart dhe që nuk ka ndërmend të kthehet më pas. Dhe unë jam krenare në fakt që sot nga kjo foltore mund ta them këtë me bindje të plot. Shqipëria nuk po kërkon më të dëgjohet. Shqipëria sot dëgjohet. Shqipëria merret seriozisht. Shqipëria është pjesë e tryezës. Shqipëria është aty ku meriton. Kush nuk e do këtë Shqipëri, dhe ju e dini se kush, adhuruesit e kahershëm të Molotovit, do vazhdojnë të djejnë çdo ditë alibi për të mbushur mendjen vetes se gjithçka është zi, edhe pse fatmirësisht për qytetarët e këtij vendi, këta as vetja si beson më. Faleminderit. Faleminderit zonja Mila, fjalën e ka zoti Erion Malaj. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Jemi përpara një vendimi politik me peshë strategjike për të ardhmen e Shqipërisë,
përpara një akti që shkon përtej një ratifikimi, pasi